Munden edhe me pa publikisht, se cila analizë që është nxjerr, gjithë ajo negativ, kështu që jam e pasur. Me vullnet, me dëshirë, sepse statistika tregojnë që është rrit ndjeshëm shumë, është rrit numri i fëmijëve që konsumojnë drogën, të rriturve, adoleshentëve, domethënë është një masë të madhe dhe për mua kjo është shqetësuese. Andaj vullnetarisht kam marrë ta bëj testin e drogës. Në mënyrë që ndoshta në mënyrë institucionale të kërkohen që edhe për nxënësit të shkollës fillore, po edhe nxënësit të shkollës të mesme, po edhe në për institucionet bëhet një ligj i cili obligon të gjithë që ta bëjnë testin e drogës, narkotiksin, në mënyrë që të gjejmë module edhe mundësi që ata të trajtohen ose në një farë forme nëse e din nxënësit se do të testohen, ndoshta do t'u jepet mundësia që të largohen prej këtij fenomenit vdekjeprurës. Ishin bërë disa ndryshime, unë po apeloj të gjithë qytetarët që dëshirojnë të nënshtrohet testit të drogës. Tash testi i drogës bëhet në klinikën e ginekologjisë, në katën e tretë ku është edhe laboratori. Munden ta marrin një udhëzim dhe me udhëzim të vinë në klinikë për ta bërë narkotik. Ligjin që ti detyrojmë të gjitha institucionet, pavarësisht cili institucion, edhe kuvendi, edhe policia, edhe ushtria, edhe shkollat, edhe mësimdhënësit, edhe mjeket, të gjithë të nënshtrohen narkotiksit në mënyrë që të jetë transparent, po edhe të luftohet ky fenomen i transparent me publikun. Nëse veç pak ka dyshim, atëherë nuk e di se cila do të jetë besueshmëria në një deputet apo në një zyrtar të lartë nëse po sfidohen që ta bëjnë narkotiksin dhe nuk